Jemi rikthyer dhe tashmë jam me mysafiren time këtu në studio, një artiste shumë të kompletuar sigurisht, por gjithashtu edhe një person shumë pozitiv, bëhet fjalë për Akimen Asufi Rexhepin. Akime, mirë se erdhe, shumë faleminderit që je pjesë e emisionit Prizma. Mirë se u gjeta Aimia, është kënaqësi të jem pjesë e këtij emisioni, kaq të bukur. Shumë faleminderit, kënaqësi edhe për mua, sidomos kur ndaj studion edhe me një strugane, ti tashmë je gjysmë kumanovare, gjysmë strugane, megjithatë ne preferojmë të quajmë të strugës. Po, sigurisht, unë ndjej kënaqësi që jemi të dyja bashkë sot këtu. Kënaqësia është akoma më e veçantë se akoma unë e konsiderojmë si strugane, edhe pse normal rrënjët gjithmonë janë aty ku gjithmonë do mbesin, domethënë aty. Unë ashtu jam rrënjë veleshtare, po prapë se prapë më shumë ti publiku më njeh si strugane. Kështu që vi nga qyteti i Strugës, por rrënjët e mia janë pikërisht nga Veleshta. Po, në fakt dhe struganët, le të themi struganët si nga qyteti, pra kur themi, edhe ne të fshatrave që jemi, sepse edhe unë e din nga Dollogoshta, ne asnjëherë nuk ngurojmë ta themi edhe këtë pjesën e fshatit, sidomos ju të Veleshtës, se keni kështu. Krenaria është gjë e bukur në fakt. Ne kemi pak si patjetër, ndoshta do jetë edhe kjo si pak shkak mburrjeje, se jam veleshtare. Po, unë nuk e them këtë me një arsye mburrjeje, po e them atë pikërisht për arsye se vi nga ky fshat edhe kam çka të flas për fshatin tim. Besoj se gjithkush që është i fshatit Veleshës, do thotë ka këtë krenarinë e kontributit që do thotë jep her pas here, qoftë edhe me humanizëm, qoftë edhe me art, kulturë në përgjithësi. Veleshta nuk është një fshat që njihet vetëm si fshat human, por është një fshat që ka kontribuar edhe në rini, do të thotë ka kontribuar në gjitha sferat, kështu që unë sot për atë arsye edhe ndihem krenare që jam pjesë e fshatit Veleshtë. Është gjë e bukur kur e tregon sigurisht edhe këtë krenarin që ke. Ti në fakt edhe rrënjët e tua e ke treguar shpesh edhe përmes artit, sepse edhe me artin tënd je munduar që gjatë gjithë kohës të sjellësh atë kulturën e popullit ton, rrënjët e popullit ton, sigurisht edhe të Veleshtas në këtë rast. Të nisim, sepse nuk dua të hyj si ka filluar rrugtimi i yt ose gjëra të tjera, por dua të të pyes kur ka qenë momenti i parë kur ti je dashuruar me artin? Sigurisht që unë dashurinë ndaj artit e kam pas prej shkollës fillore dhe normal ka qenë shtytsi kryesor, ka qenë arsimtari im i artit, ai që faktikisht e ka parë te unë këtë vlerë dhe më ka motivuar gjatë gjithë kohës që unë ta mbaj këtë si pjesë time, të jem gjithmonë me artin, jo vetëm gjatë shkollës fillore, por pastaj unë kam vazhduar edhe më tutje në shkollë të mesme, ku këtu do ta ndaj një do thotë si iniciativë timen që kam pas në mos gaboj tash me vitet në 93-94 viti ka qenë që unë kam marrë një iniciativë që edhe shkollën e mesme ta ndjek shkollën e artit në qytetin e Korçës, pasi në atë periudhë kishte pak ca trazira në Shqipëri dhe unë vendosa që përsëri shkollën e mesme ta vazhdoj në Nikon Nestor në Strugë. Që do thotë kjo është një diçka që unë deri tash nuk e kam thënë, po do thotë ja vlen që iniciativat e mia gjithmonë kanë qenë dhe natyra ime ka qenë që unë gjithmonë të jem e përfshime në art dhe të mos e anashkaloj. Edhe pse në shkollë të mesme nuk kemi pasur, do të thotë kemi pas vetëm 2 vite art, por unë zakonisht kam punu gjatë kohës lirë, bonja vizatimet e shokëve të klasës, shoqeve atyre që nuk kishin mundësi të vizatonin më mirë. Dhe gjithmonë unë kam qenë ajo pjesa e shoqës në të cilën i ndihmonja në pjesën e artit, kurse ato më ndihmonin në pjesën e matematikës. Do thotë këto lidhshmëri, do thotë prej shkollës fillore, kur unë kam fillu, do thotë me artin, edhe
ndalem të pjesa e arsimtarit të artit, I cili jo vetëm që në atë periud nuk ka pas, do të thot garat ndryshme, por mbaheshin gara për shembull një herë në vit ose 2 herë në vit, lloje ndryshme të garave të cilat sot ose për festat nëntarit ose për ditëlindjen e Skënderbeut, do thot ishin një farë lloj garash të cilat na motivonin që të punonin më shumë dhe për këtë arsye dhe arsimtari I artit disa herë më ka kyç në këto lloj gara, shkune jo rastisht 2 herë kam marrë, një herë vend 2 dhe një herë vend 3 në për gara në shkollë fillare, kuptohet në komunën e Strugës, shkollave fillare të komunës së Strugës, dhe unë aty akoma më shumë jam motivuar për të vazhduar akoma me pjesën e artit. Se ka ndaluar edhe pjesa që ke dashur të shkosh në Korçë në Shqipëri, nuk të ka ndaluar për të vazhduar me artin, pra nuk të ka ndruar mendjen për të vazhduar diçka tjetër. Pikërisht, edhe pse normal atëherë ishin më ndryshe kohrat, kur unë isha në shkollë të mesme, domethënë nuk kishte as drejtime të artit, jo se jo në shkollë të mesme, por as drejtime të dizajnit, veshjes, që ishte një drejtim që unë edhe sot e kësaj dite e preferoj, e kam qef, ose arkitekturën, përpos se drejtimi I gjeodezisë dhe ndërtimtarisë nuk ekzistonin, do të thotë drejtime profesionale tjera. Kështu që me kohën këto ndryshuan dhe normal unë tash dëshiren që e kam pas për artin, kam vazhdu me artin, por nuk jam kur pishman se kam vazhdu artin, për arsye se nëpërmjet artit unë tash jam kjo që jam, do të thot me aktivitetet e mia, tash e kam tregu edhe ato që kam pas si pasion edhe më herët. Shumë e vërtet në fakt, sepse duket që nuk do kishe dash të bësh gjë tjetër përveç artit. Pra nëse nuk do kishte qenë arti, me siguri që nuk e di, nuk është që ka diçka tjetër që do kishe bërë, apo nuk është që ke në mendje diçka që mbase nëse se kisha bërë këtë, do ta kisha bërë këtë. Sepse ke menduar gjithmonë artin që do jetë rruga jote. Do thot ajo kryesorja për mua, në përditshmëri, është arti. Që do thot unë me art bi me flejt, me artë qohem, mendjen e kam se qarë do bëj nesër, do më thonë, regullisht kam idet të cilat mendoj se si t'i realizoj. Kjo është ajo që unë e preferoj mas shumëti, edhe pse normal ju ma herët të ceket që kohën e fundit mirën pak me aktivitetet tjera që I bën publike, do më thonë, në politik, por ajo që më flenë mua në zemër është gjithmonë arti dhe normal asnjëherë nuk mundem ta krahasoj artin me asgjë tjetër. Sigurisht, ne do të flasim pak edhe për atë përfshirjen, sepse e di që hyrja jote në politikë sigurisht edhe në angazhim publik ka qenë pikërisht për të dhënë kontributin tënd, një kontribut që ti në fakt e ke dhënë përmes artit, por që mbase do jetë edhe një shtesë, po do të flasim për këtë. Më thuaj një herë, çfarë të frymëzon sot më shumë në krahasim me fillimet e tua? Sigurisht, sot kemi ma shumë gjona që mundemi kemi, do me thonë, ato inspirimet të cilat I marim edhe ka përditshmërit. Dhe ndoshta më herët kam qenë shumë ajre dhe nuk I kam menduar se mund bëj diçka më ndryshe se sa artistët tjerë. Por sot edhe kushtet janë pak më ndryshe se sa fillimet e mia. Në fillimet e mia sigurisht që neve kishim vështirësi për materiale, njerë ma I spari. Pastaj për gjëra tjera të cilat ishin shumë atë kushtueshme se sot. Dhe normal ajo ndrotja e harxhimeve që nuk donja ose t'i harxhoj prindit ose nuk kisha mundësi të harxhoam në pjesën e artit, kurse sot e kam pak më ndryshe. Do thot mundemi të gjejmë mjete për art gjithkund, janë shitoret e pjesëve ku shiten, do me thonë ngjyrat edhe telajot e kështu me radhë, janë pak si me ma shumicë dhe normal me çmime pak më të bolitshme se sa më herët kur ne kishim vështirësi edhe t'i gjejmë ato shitore, kështu që shpesh herë ndodhte që gjatë studimeve duheshte që nëpërmjet profesorëve jashtë vendit kërkojmë ngjyra ose pëlhur ose një gjë të tillë që ta realizojmë detyrën si duhet gjatë studimeve.
Do të kjo është ajo që unë sot motivohem në shumë gjëra që i shoh në përditshmëri, më kapin raste të cilat mund të jenë raste sociale, raste të cilat munden me t'i shohim kulturë, për shembull si tek veshjet, si tek muzika, mund të jetë vetëm një muzikë, një këngë popullore e cila më motivon për diçka që do të thotë gjithkund sot unë mundem ndoshta mendoj edhe më ndryshe sot, ndoshta atëherë nuk i kam parë gjërat kaq ndryshe sa sot, por mendoj se çdo ditë unë kam ide të reja se si mundem të realizoj një ekspozitë ose si mundem ta bëj një cikël punimesh, pikturash, duke u bazuar në një send vogël në përditshmëri. Sigurisht edhe eksperienca pastaj e bën atë vetën që është më lehtë. Lehtë nuk është sepse besoj që çdo vepër artistike ka atë vështirësinë ose pa diskutuar edhe rëndësinë e vet, po që sigurisht eksperienca e bën edhe atë pjesën e vet edhe për të frymëzuar edhe për të gjetur edhe materialet atë që e përmende më herët. Cila është një gjë që njerëzit nuk arrin bashkë ta kuptojnë për mënyrën se si ti punon. Pra që përmes pikturave nuk arrin të kuptojnë atë mënyrën tënde se si e ke bërë atë pikturë derisa ka ardhur tek përfundimi. Shifa, unë shpesher bile që të pyetje ma bojnë edhe kolegët, shoqet, të gjitha ato që më njohin, a kime si gjenë kohë për me bo një piktur, nga që unë jam aktivizuar tash në shumë në arsim, do të thotë në politikë dhe normal mire me art, mire me ekspozita, koloni. Më thonë, është ajo se si jam brinti t'i arrish gjithë këto, kurse normal për mu koha ka shumë vlerë. Do të thotë, ajo që ka me mungon më shumë t'i është koha, por unë për art gjithmonë gjej kohë. Atëherë kur dua, gjithmonë gjej kohë. Kështu që mundohem gjithmonë të nxjerr atë timen mbrëmshme që ka ndjej për momentin, ose atë iden që mendoj, që të ndoshta ndonjëherë nuk më zën gjumi natën, ndoshta nuk shkoj drejt në atelier të punoj si shumica artistëve, se kam afër shtëpisë, por nëse kisha brenda shtëpisë, sigurisht se do isha çuar dhe do të isha atë motivin që e kam gjetë ndoshta të mendu gjatë kohës se si do ta bëj një punim. Do thotë është një sen që është në brenda shpirtit dhe ti normal e realizon ashtu si që ndjen. Do thotë, kjo është piktura, njëjtë është edhe poezia, njëjtë është edhe kanga, që do thotë nëse se bon për momentin, duket sikur nuk ja ke arrit qëllimit kur ta bësh më vonë. Atë çka e ndjen, domethënë, është e patjetërsueshme edhe ta realizosh. Për atë arsye dhe mund tash nuk mundësia e kohës, koha ime ka shumë vlerë, sidomos kur jap kohë artit. Mundohem që çdo herë t'ja bëj me dije se normal secili se normal ti e ki tash profesione do me zemër edhe me të thonë me mbot diçka pikturë ose diçka ti se ki problem. Edhe pse normal është shumë problem nëse dikush ta cakton një punë se çfarë pune do bësh, edhe është shumë më lehtë kur ti e bën e ndjen nga shpirti jot atë që e bën. Do thotë janë dy gjëra të ndryshme në të cilat në fakt njerëzit e tjerë se kuptojnë, po unë edhe shumë artistë të tjerë dim se sa mundet të ketë do thotë ndryshim njëra prej tjetrës. Sa ndryshë është njëra prej tjetrës. Është vërtet, sepse veprat artistike në fakt janë pikërisht ato ndjesitë e artistit aty dhe çdo kush mbase mund t'i interpretojë në mënyra të ndryshme, por që e rëndësishme është që janë ndjenjat e artistit aty. Ajo që si e ka parë artistin atë moment botën, le të themi, që e ka pikturuar atë. Si e ka ndjerë, do thotë unë shpesher në pikturat e mia nëse marrim me ciklin që kam pas një ekspozit në Shkodër, me rrënjët i kam këtu, e titulluar rrënjët i kam këtu. Sigurisht që jam motivu si pas një shkrimi që kam lexu në rrjetet sociale, dhe prej ati shkrimi do të thotë unë jam ndjerë e motivuar që këtë rrënjë do të thotë t'i paraqes edhe në pikturë. Edhe pse do të thotë ishte një ekspozit e cila bëri bujë dhe normal unë prej asaj ekspozitës nuk i solla 5 punime këndej, por mbetën andej, kështu që ishte një sukses në të cilin në fakt unë
e ndinja vetën se mundën bëj çdo herë diçka ndryshe. Dhe sigurisht që asnjë ekspozitë e imja nuk kanë ngjashmëri me tjetrën, shkaku që unë kërkoj te vetja atë maksimumin të nxjerr se çka mundem më tutje. Njëjtë edhe tek ekspozita e fundit që kisha me veshjet, do të thotë veshjet tradicionale. Aty sigurisht jam motivu, do të thotë tek, me qënë se unë jam një tip që mbledh sende vjetra, do të thotë i arhivoj, sidomos materialet e tekstilit, me qënë se pjesa e dizajnit gjithmonë ka pëlqyer mas shumti. Unë veshjet i kam ruajtur që mos them që në studime, kam ruajtur veshjet gjysheve të mia ose të mamas time, por nëse e njihni dikën që ka veshje akoma më të vjetra se sa ato, do të thotë sigurisht që edhe ato veshje unë i kam selektuar dhe i kam shtin në arhiven time, themi kështu. Por zakonisht gjërat e vjetra mu gjithmonë kanë lënë përshtypje dhe këtu doli kjo ideja, ideja e ekspozitës, sipas motivit që u motivova, do thotë të një përparze që ne në struki thomi bofshe, që do thotë një përparze të mamas time, në të cilën e kam futur në vepër artistike që ta kem gjithmonë, jo vetëm se ta ruaj, por edhe veprën do thotë ta kem pikërisht me këtë përparze me mamas time. Shumë bukur. Kjo ka qenë, më duket tek ekspozita Etnofemina, po? Po jo? Po, kjo te ekspozita e fundit që e kam patur tash para 2 viteve, do thotë ka qenë një ekspozit në të cilën i kam shfaqur veshje tradicionale të gjitha trevave, kudo në Shqipëri, në Kosovë, edhe këtu tek ne në Maqedoni. Prandaj unë në fakt edhe e përmenda kontributin që ti jep për të ruajtur kulturën dhe traditat përmes artit, sepse mendoj që ky është një kontribut, duke qenë se ato vepra artistike do të mbeten, veprat gjithmonë mbeten gjallë dhe ke ruajtur disa veshje që mbase edhe nuk i shohim në përditshmëri, kështu që i shohim në pikturat tuaja, prandaj edhe theksova edhe këtë pjesë. Duke qenë se përmende që angazhimi me të vërtet ti je një artiste që gjatë gjithë kohës, domethënë nuk je nga ato artiste që e bën një ekspozitë dhe mbaron me aq, po je gjatë gjithë kohës, domethënë në lëvizje, në koloni, je e pranishme le të themi ku ka art, ku ka vepra artistike dhe art. Si është një ditë normale për ty tashmë që je edhe në politikë, je edhe në arsimi, edhe me këtë pjesën e artit sigurisht. Si është një ditë normale për Akimen? Sigurisht edhe te kjo pjesë është pak mirë të ceket se normal unë e ka në fundit shumica kur jo se ka qenë dëshira ime e madhe që unë të kyçem politik, ka qenë diçka që ka ardhur për momentin, domethënë ka qenë një vendosje e imja të cilën në moment fundit kam vendosur që të kyçem në politik, jo për një arsye kush e di se çfarë, për arsye që dua të jem ndonjë politikane në të ardhmen, por arsyeja ishte shumë e qartë për mua. Ishte një arsye në të cilën unë desha të kontriboj për qytetin tim pikërisht, do të thotë në këtë mënyrë për të ndihmuar qytetarët e mi deri diku atë sa kam mundësi, atë sa kam aftësi unë. Do të shpresoj që në të ardhmen unë të jem ajo që kam premtu të jem, do thotë me ato që sinqeritetin tim, me ato që mendoj që do t'i ndihmoj gjithmonë njeriut nevojtar. Por kur kam hyrë fillimisht në politikë, gjëja më e parë, para se me hyrë në politikë, në fakt, para se me marrë vendimin, kam menduar edhe vetë se si doja bëj me artin, në fakt. Gjëja që më ndalon të më shumë të ishte vajza ime edhe pjesa e artit, që do të thotë koha ime për art. Por njeriu ndonjëherë, më them atë që e don, sigurisht që asnjëherë nuk e harron, asnjëherë nuk e le anash, por gjen kohë pikërisht për ato që i kanë zemër. Do thotë unë i kushtoj rëndësi shumë familjes, por i kushtoj rëndësi më shumë edhe artit, por tash që jam shpërndar pagës që dua kontributin tim edhe tjerëve t'ju ndihmoj, shpresoj që
gjej ka, gjatë gjithë periudhës të kem ka më shumë për këto dy të parat. Sigurisht, ato e kanë vendin e parë. Hyrja jote në politikë ti e the pak a shumë deshe që kontributin tënd, besoj që kjo ishte tamam një rrugë tjetër, le të themi, për të ndikuar, një formë tjetër për të dhënë një ndikim apo për të ndikuar në shoqëri. Besoj është edhe një vazhdim i zërit tënd si artiste, apo? Sigurisht, unë tash edhe pse nuk doa të flasë shumë për pjesën e politikës, me qënë se tash në emision jam këtu për ardhë. Po, sigurisht. Atë që kam marrë, dhe me thënë si iniciativë, është përsëri pjesa e kulturës. Jam e futur edhe në komisionin për arsim, kulturë dhe sport, dhe do të thotë përsëri jam e kyç në atë që ka desha edhe unë e ti jam e kyç, që ndihmoj sa do kudo kontriboj për artistët të vendit tim, qytetit tim. Sigurisht. Aqë sa mundëm kuptohet. Po, sigurisht, të japish kontributin tënd, pjesën tënde, pastaj pjesa tjetër mbetet për ata të cilët janë edhe në kryetet e tyreve. Sigurisht, ato që udhëheqin më lartë. Do që unë kontributin tim si këshilltare, mendoj se gjithmonë kam dhënë maksimum edhe gjatë periudhës time 20 vjeçare në arsim për nxënësit e mi, por pikërisht tash edhe si këshilltare mendoj që maksimumi im do jetë për gjithë qytetarët. Sigurisht. Akime, dua të flasim sepse ti e theksove që rëndësi ka familja, shoqëria, të gjitha këto, dhe më thuaj pak mbështetja e kolegëve, e shoqërisë, e familjes, sa e rëndësishme është në këtë rrugtim, le të themi, në rrugtimin tënd artistik, sa e rëndësishme ka qenë kjo mbështetja që të është dhënë për të gjithë rrugtimin tënd artistik? Sigurisht që shumë e rëndësishme. Normal të kesh njerëz që të motivojnë pranë vetës, është një sukses shumë i madh. Dhe pikërisht unë këtë sukses e kam arrit nëpërmjet mbështetjes familjarëve, duke filluar fillimisht prej prindëve të mi, pastaj edhe të bashkëshortit, që edhe sot e kësaj dite është mbështetja ime kryesore, do thot pa ndihmën e bashkëshortit tim unë nuk mundem të jem këtu ku jam sot. Do thot gjithmonë edhe ka qenë si një lloj shtytësi që më ka shty edhe tash edhe në këtë pjesën tjetër, jo vetëm në art, por zakonisht është ai i cili më motivon që më shtyn të ec përpara, duke më përkrahur gjithmonë në atë të çka ai mendon se unë mundem të jap maksimumin, të jem ajo akimja që jam në shtëpi, por edhe në shoqëri. Sigurisht që edhe rreti, edhe shoqëria ime e ngushtë që kam, janë një pjesë e motivit tim, në të cilin unë gjej mbështetje, përkrahje, zakonisht më motivojnë në mënyra ndryshme se ti mundesh me arrit. Mos mendo, ndoshta ndonjëherë që mendoj a mundem, as mundem ta bëj këtë ose atë. Do thotë janë edhe shoqëria ime ngushtë, rrethi im i ngushtë, që nuk do thotë që janë për 2, 3 ose 10 veta. Unë kam një shoqëri pak më gjerë, sigurisht që shumica prej jush edhe keni vërejt se rrethi im nuk është i ngushtë, bashkë i ngushtë, por do të thotë kam shoqëri shumë gjerë, jo vetëm në Kumanov, që i kam disa që ndoshta edhe mundem mi cek me emra, të cilët motivojnë gjatë gjithë kohës, por edhe jashtë kufive kam miq të cilën përkrahin, mbështesin dhe normal motivojnë ndoshta në një farë lloj mënyre nga Tirana. Kam miq që Akime ti mundesh të bish këtu, ta bësh këtë atë, se ti je e kapshme për gjithçka, ti mundesh gjithçka. Do thotë gjej mënyra se si ti falenderoj, por këtu pikërisht në këtë emision unë do t'i kisha falenderuar publikisht për përkrahjen që më japin miqtë e mi nga Tirana, nga Prishtina, nga Ulqini. Do thotë të gjithë ato miq që në fakt sot për mua kanë një vend veçantë në zemrën time. I përshëndes gjithë. Përshëndesim edhe ne sigurisht, dhe unë jo rastisht e përmenda edhe këtë pjesën, sepse me këdo që kam biseduar, ka rënë mohabeti për ty, ose diçka edhe për janë në emision, çdo njeri më ka thënë, Akime në shumë mirë që e paske në emision, sepse është njeri shumë pozitiv, përveç asaj që për artin tënd nuk ka diskutim, dhe me thënë që je një artiste e kompletuar. Megjithatë, disa persona kanë vendosur që të t'i thonë disa fjalë edhe publikisht, nuk e di sa t'i thonë ndoshta në përditshmëri, po që kanë vendosur të t'i thonë edhe publikisht pikërisht këtu në emision, kështu që unë do kërkoj nga regjia mesazhin e parë nëse ka mundësi.
Tash mesazhi I parë është një tekst që na ka ardhur, do ta lexoj unë. Okej, vetëm pak se kemi pak probleme këta dritat. Okej, përshëndetje për emisionin dhe faleminderit për surprizën që keni menduar. Në fakt, besoj se do të jetë vërtet një surprizë për Akimen, sepse më njeh se çfarë tipi jam, për surpriza gjithmonë të mbyllur, familjarisht dhe se nuk e shprehi me fjalë dashurinë dhe ndjenjen që kemi për njëri tjetrin, por edhe pse në distancë na mjafton një takim, një përqafim dhe I kemi thënë të gjitha. Nëse fillon biseda me Akimen, e di që nuk ka fund deri në orët e para të mëngjesit. Unë do të doja të veçoj një pjesë nga fëmijëria jonë, ku Akimja gjithmonë na vinte në ndihmë me talentin e saj për pikturim, pra asnjëherë në shkollë nuk e kemi pasur problem në lëndën e artit figurativ, sepse aty ishte zemërgjërsia dhe dashuria për të ndihmuar e Akimes. Gjithashtu, I them Akimes edhe pse e di që kohën e fundit ka shumë angazhime, por të mos I lë pas dore pikturat dhe siç I kam premtuar një ekspozit në Tiranë së shpejti. Të dua shumë Akime. Nga vëlla yt. Naimi. Profesor Naimi. Këtë nuk e kisha prit asnjë prej Naimit. Bashkë me ndonja kush ka mundur. Vetë vërtet ishte tash për të vërtetuar Naimi është përkrahja ime më e madhe. Jo vetëm këtu, por edhe gjatë lëvizjeve të mia në Shqipëri, sidomos në Tiranë, ai është më punëtor se unë. Sigurisht që kam shumë që të flas për vllaun tim, po nga emocionet tash vetëm I dëshiroj shumë suksese në karrierën e tij, edhe pse ai veç ka fillu karrierën shumë herët si student, por ka punu gjatë gjithë kohës studimeve të tij në Tiranë dhe ka mbetur në Tiranë, sa në Tiranë, sa në Struk si profesor, do të thotë në lëndën e gjeodezisë. Është jo rastësisht e thash se ai është më punëtor se unë, edhe më mirë, po ajo çka më shumë ti mbrengos është mënyra se sa I mundohet për të tjerët, më shumë ti se sa për veten. Ai mundohet ndoshta për gjithë familjen, por për mua sikur e ka pak para. Po, në fakt edhe erdhi edhe si tekst, sepse ishte pak në moment të fundit edhe kërkesa, po që tha do mundohem, ishte në punë sigurisht, dhe tha që do mundohem të paktën me diçka, patjetër ti dërgoj një mesazh dhe ishte shumë e bukur. Nuk e prita nga që sot herët mëngjes pata një telefonat që ora në 7 mëngjes ka babi, dhe sigurisht mami më tregoi se është në Tiranë, por që këtë bërë një tekst shkruajtur për mua, me të vërtet nuk e kisha prit, por unë e falenderoj shumë dhe I uroj shumë suksese. Ashtu siç ka qenë gjithmonë, I shkoftjeta gjithmonë me lumturi edhe dashurinë e familjes, siç e ka pasur gjithmonë. Sigurisht, edhe unë në fakt e falenderoj që me njëherë gjeti kohën për të mu përgjigjur dhe për ta sjell këtë. Por nuk kemi mbaruar këtu, sepse kemi edhe një surprizë tjetër për ty, nëse ka mundësi video mesazhin e parë regjia. E dashura Akime, si çdo herë afër njëra tjetrës. Edhe sot, nëpërmjet këtij mesazhi, dua të tregoj që je një person cili për mua vlen shumë. Një mikesh, një kolege, një grua, që jep vullnet, jep buzëqeshje dhe jep çdo të mirë nga zemra jote. Unë jam me fat që të kam ty një mikesh. Jam me fat që të kem një kolege si ti. Mbi të gjitha është një bukuri kur të dyja takohemi edhe që e folim gjuhën e përbashkët, gjuhën e artit, gjuhën me dialektin ton të pastër strugan. Të uroj fat ty dhe familjes tënde. Ju uroj shëndet dhe çdo të mirë. Mos haro, ti je një yll që edhe ylli polar ka zili kur ndriçon përballë teje. Faleminderit që je çdo herë pranë nesh. Të dua shumë. Shumë fjalë të bukura dhe nga Teuta. I keni gjerë bashkë persona që në fakt unë I vlerësoj shumë. Do thotë vllai im është shtylla ku unë gjithmonë gjej mbështetjen, por nuk do të them se edhe Teuta nuk është motra ime e dytë,
se unë kam motrën gjithashtu me emrin Teuta, por Teutës i them motrën tim që e kam largë në Gjermani, do të thotë e zaventson ti përsëri. Do të Teutën e konsideroj si motrën time më të vogël, edhe pse me vllaun na imin janë një gjenerat, kanë qenë një gjenerat, do të thotë të njihen shumë mirë me njëri tjetrin. Jashtëzakonisht më keni befasu me këto video incizimin dhe tekstin e shkruar nga Naimi. Kështu që ndjem me të vërtet shumë emocionuar për momentin. E falenderoj shumë Teutën që ka gjetë kohë edhe për pos angazhimeve që i ka ajo të shumta, që ndonjëherë shpeshherë edhe unë e kritikoj, them, ndoshta nuk e harru shkaku që nuk gjen kohë për mua, ose për me pi një kafe bashkë që shkemi pi më herët, më shpesh, kurse tash ajo koha e kufizuar e asaj dhe koha e kufizuar e imja, sikur na ka bërë pak, na ka distancu pagës prej njëra tjetrës, por përsëri nëse vendosim me ato bindshmëritë tona që sot do e pim kafen, ne do dalim do e pim kafen bashkë, kështu që unë e falenderoj shumë për fjalët e bukura që i ka gjithmonë ndaj meje. Edhe unë i dëshiroj shumë shëndet me spari dhe suksese edhe më tutje në karrierën e asaj, qoftë artistike ose atë që ka zgjedhur ajo sot tjetë. Shumë fjalë të bukura në fakt edhe për njëra tjetrën, dhe kjo tregon ne qëllimisht ndonjëherë mysafirëve ua bëjmë pikërisht të surpriza, sepse kjo tregon shumë fjalët që dikush i afërt i juaj normal i mysafirit i thot, tregon shumë edhe për mysafirin, kështu që edhe publiku në një farë mënyrë e kupton, por ne nuk kemi mbaruar këtu sepse ti vetë the që unë kam një shoqëri, një rrjet shumë të gjerë, kështu që kemi edhe një videomesazh nga një koleg tjetër, ta ndjekim edhe videomesazhin e fundit. Është nder dhe privilegj të flasësh për Hakimen. Kolegja Hakimen Asufi Rexhepi është një artiste e përkushtuar, një kolege që reflekton profesionalizëm, ndjeshmëri dhe pasion të thellë për artin. Në punën e saj vëret një qasje autentike ku çdo krijim i saj në vete bart histori dhe një emocion të veçantë. Ajo jo vetëm që kontribuon në zhvillimin e artit dhe kulturës në Maqedoni dhe më gjerë, por gjithashtu edhe frymëzon të tjerët me energjinë dhe përkushtimin e saj që ka për artin. Bashkëpunimi me të është gjithmonë një përvojë e vlefshme për të gjithë ne, pasi që ajo di të sjellë shumë mirë ide kreative dhe një shpirt të jetë pozitiv në gjitha ato aktivitete apo projekte. Hakime si dëshiroj shëndet, mbarësi në jetë dhe ju realizofshin gjitha ato ëndra dhe dëshirat që ka. Me respekt nga kolegu dhe miku Burhan Ahmeti. Edhe një video mesazh tjetër nga Burhani. E falenderoj edhe Burhanin shumë. Burhani ka qenë gjithashtu mbështetja ime gjatë kohës studimeve. Burhani është një vit më i madh se unë, domethënë një vit përpara meje me studime, por kemi pat një lidhje, do të thotë që si koleg gjithmonë kemi mbështetur njëri tjetrin. Nëse flasim për pjesën e grafikës, ku unë aty kam studiuar, do të thotë 4 vite, Burhani ka qenë ai i pari që jo vetëm mua, por të gjithë studentëve ju ka ndihmuar gjatë shtypit në grafika, mënyrën e teknikave, kështu me radhë. Do thotë, shpeshherë ne kemi mësuar edhe prej njëri tjetrit. Nuk e di tash se si janë studentët, por neve atëherë kishim me vërtet shumë vështirësi gjatë realizimit detyrave për shkak të tash kushteve, materialeve, kështu me radhë. Burhani ishte ai i cili ndonjëherë na gjente edhe mjetet, për shkak se ky që në atë kohë shëtiste botën, mos themi se jo më vonë, por me që prindit i kishte jashtë në Zvicër, do thotë na furnizonte shpesh me gjëra që ne kishim nevojë. Do thotë me Burhanin nuk them që jam vetëm një mik, nuk e kam vetëm një mik ose një shok ngushtë, por mund të llogaris shumë njeri familjar, të më thoni familjes time, jo vetëm Burhani, e kam edhe Beratin edhe Berimin të dy që jemi ekip i përbashkët që ne në Struke organizojmë, do më thonë simpoziumin e përbashkët që kemi me kolegë artista, aty është edhe Teuta dhe Jeldëzi,
edhe shumë të tjerë, por ne kemi këtë që çdo vit jemi bashkë, të paktën njërë në vit këtë mbledhje të simpoziumit e bëjmë shumë me kënaqësi të gjithë së bashku, jo vetëm njëri, po të gjithë japim atë maksimumin tonë që dalë diçka të bukur, dalë diçka që me të vërtet dikush ta mbaj mend, jo edhe pse shumica prej artistëve që vinë në Strug dëshirojnë të vinë për s'dytje ose për së treti, atë që ju ngelet, domethënë ajo kujtimi i tyre ngelet qatë shtelësisht në brenda tyre. Do shta edhe prej asaj mënyra se si ne realizojmë këtë koloni artistike, por edhe mënyra e pritjes, qoftë nga Burhani, qoftë nga ne të tjera, do thotë është maksimumi jonë që ne mundemi zbashku të japim në këtë fushë, për të ndihmuar sa do kudo artit dhe kulturës, sidomos në vendin tonë. Me vërtet në fakt simpoziumi i artit është diçka shumë e bukur që keni bërë për artin, por edhe për Strugën në këtë rast. Pikërisht, domethënë janë dy gjëra që ne mundohemi t'i japim, tek të dy gjërat që ne mundohemi t'i japim, gjallëri artit, t'i japim gjallëri edhe qytetit tonë bukur Strugës, që jo vetëm artistët në brenda ose njerëzit në brenda shtetit të dinë se kush është Struga, por edhe shumë artistë tjerë botëror të cilët kanë ardhur, besoj se shumica edhe kanë që kanë ngelur në Strugë, por shumica mendojnë të kthehen përsëri, ose të blejnë në libanes, ose kështu që kjo është ajo që neve na motivon, ndoshta shpesh herë themi shumë ngarkesë, shumë harxhime, diçka, por përsëri çdo vit gjejmë një motiv për t'u motivuar akoma dhe për ta vazhduar edhe tutje, edhe pse për krahjen zakonisht nuk e kemi pas çast të madhe, por mendimin e ca njerëzve të dashur për ne në qytetin e Strugës, ne ja kemi arritur, mendimin edhe të njëri tjetrit më së shumti, atë motivin ton përbashkët që e kemi. Do të kemi arritur që neve çdo vit këtë simpozium ta vazhdojmë. Dhe ja, vitin e kalum ne e bëm 10 vjetorin që përmbyllëm edhe me një ekspozit të cilën e mbajtëm në galerinë e Qefta Amamit këtu në Shkup. Po, shumë e vërtet në fakt, sepse nuk ju ka demotivuar edhe ajo përkrahje mbase që nuk e keni pas institucionale, keni pas përkrahje mbase nga disa personat, kështu që siç e thash është në vërtet diçka e bukur, por edhe kjo unë jam shumë e sigurt që nëse do kisha mund t'i kontaktoj edhe do kisha arrit t'i kontaktoj, besoj që krejt edhe pjesën tjetër të rrethit tënd, besoj që krejt emisionin ndoshta do mbusheshte me video mesazhe, sepse asnjëri prej tyre nuk nguroi. Domethënë momentin e parë nuk ishte nevojë edhe për shumë shpjegim, po patjetër për Akimen do ta bëjmë, kështu që kjo është gjë shumë e bukur. Akime, duke qenë se erdhëm edhe nga fundi i emisionit, unë dua të të pyes nëse do duhej ta titulloje këtë fazë të jetës tënde ku je tani me gjitha arritjet që ke bërë, cili do t'ishte mbase një titull ose pse jo edhe një vepër artistike, cila do t'ishte? Tash pak më ke zëngur se unë zakonisht vetës nuk jap shumë se kam arritur kush e di se çfarë. Mundohem që ta jap maksimumin tim, por nuk jam nga ato artistë që mundem ta lavdëroj veten se kam arritur shumë. Të lavdëron puna. Tash nuk e di, por zakonisht mundohem që t'jem aktive, mundohem që ta jap maksimumin, jo vetëm për art, por t'jem ajo Akimja që t'i dalë ndihmë edhe një familjarit, t'jem ajo Akimja që t'i dalë ndihmë edhe një kolegu të punës i cili ka nevojë vetëm për një përqafim. Do thotë, nuk e di se si do t'a kisha përmbyll veten, si do t'ja kisha vendu një emër, por mendoj se dashuria, shoqëria, mbi gjitha, janë ato dyja shtylla që në fakt unë pa shoqërinë dhe pa dashurinë e njëri tjetrit, pa dashurinë e familjarëve, pa dashurinë e shoqërisë time, besoj se nuk do t'isha kjo që jam sot. Unë e ndi veten se jam shumë e dashur tek njerëzit të cilët më njohin, më dinë dhe kjo më bën më të lumtur. Ta llogarisim se i kisha thënë lumturia. Lumturia, po pikërisht ajo. Në fakt ku ka gjë më të bukur se sa ose ku ka arritje më të madhe në fakt se sa të kesh arrit të kesh dashurinë dhe le të themi respektin edhe nga njerëzit e tu të afër që të rrethojnë. Besoj që ajo është
pika e arritjes për njerëzit. Edhe këtu pagës, edhe kjo ishte edhe si një iniciativ plus për mu, që unë sot kyqem aty ku jam, për shkak mbështetjes së qytetarëve të mi, të shoqërisë time që rregullisht më thonin pse mos. Merre, është diçka që ti mundesh t'i harrish, është diçka që ti e bën për ne, mundesh ta bësh edhe për shumë të tjerë. Do thotë këtu unë e ndi veten se me të vërtet kam njerëz që më respektojnë, më duan dhe më vlerësojnë për atë që jam. Edhe ndjem shumë e fat që i kam këto veti ose këto cilësi që tek tjerët mund t'i vërejnë tek unë. Shumë e vërtet dhe unë e thash edhe më herët, pra në momentin që kam biseduar, pikërisht këto cilësi i kanë theksuar njerëzit për ty. Për fund krejt, çfarë të presim nga Akimja, nga pjesa e krijimtarisë artistike sigurisht? Sigurisht unë ka 2 muaj që mendoj për një cikël 3 pikturash, por këto nuk do e zbuloj këtu, se çfarë mendoj, konkretisht është diçka që ka të bëjë përsëri me traditat, por nuk do e zbuloj më shumë, ka që dua që t'jetë pak surprizë se shumica tash mendojnë se Akimja u kyç në politikë dhe tash nuk do miret më me artë, por thash edhe më herët, pjesa e artit është diçka që unë nuk mundem ta anashkaloj, nuk mundem t'jetoj pa ta, kështu që mendoj që shumë shpejt, vetëm se do filloj me ciklin, të punoj me ciklin e ri, që ndoshta edhe do ketë edhe ndonjë ekspozitë në të ardhmen, shumë shpejt. Po ne jemi në pritje, sepse padyshim që do të jetë diçka e bukur, kështu që presim, nuk po të ngacmojmë më tepër për të na zbuluar diçka më shumë. Unë të uroj shumë suksese dhe shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Prizma sot. Shumë faleminderit edhe nga ana jote Ilmije. Është kënaqësi çdo herë të jem pjesë e emisioneve këtu në Alsat, kështu që ndjem si në shtëpinë time. Më vjen mirë. Falenderoj të gjithë ekipin që gjeni kohë të më ftoni, se normal pagës ka nisë kjo bota e artit bëhet pak më e madhe, kështu që ka artist plot, unë nuk them që po përsëri ju gjeni kohë dhe të më ftoni edhe mua, kështu që ju falenderoj shumë. Unë të falenderoj shumë në fakt që ti edhe ti gjetë kohë për të ardhur këtu, sepse angazhimet e tua i folëm, kështu që faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit gjithë mirat. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim këtë epizod, besoj ka qenë një bisedë shumë e këndshme, unë të paktën ashtu e ndjeva, besoj është transmetuar edhe përmes televizionit. Unë dua të falenderoj Aria Fashion, ata të cilët gjithmonë kujdesen për veshjen time, pikërisht edhe me këtë kostum që unë e kam të preferuar, që mund ta gjeni në disa ngjyra, mund ta gjeni në qendrën tregtare Dua Mall në Struk, por gjithashtu edhe në rrjetet sociale në Instagram dhe Facebook, ku mund të bëni porosi edhe online. Ju uroj një pasdite të këndshme, bashkë miru pafshim.